Kemi tek njëri nga tekzimet e lagjes stacionit trenit. Banorët kanë 34 vite, kanë investuar paratë e tyre në objekte, pra shtëpia private, por rrugët e brendshme janë katastrofë. Kanë dhe probleme tjera, makinat që pasi transportojnë vetjet, qëndrojnë natën këtu. Aroma e rënd i detyron ata të mbyllin dritaret, të jetojnë në kushte mjaft të këqija. Në momentet kur rreshjet janë të dendura, uji nuk është i disiplinuar, por shkon dhe mbyt shtëpia. Kërkoj rehabilitimin e tërësi dhe të bëhen të gjitha punimet, pra të disiplinohet uji, të ketë shtrirje për rrjetet e internetit, apo punimet të tjera nëntoksore, si dhe punimet sipërfaqësore. Pra, këta banor duhet që të kenë të gjitha kushtet për të jetuar mirë. Këshilli Bashkiak ka marrë një vendim për rehabilitimin e kësaj zone, duke filluar nga lagja e Ushtarakut dhe deri tek kodrat e Kolës. Por akoma investimi nuk ka filluar. Unë i bëj thirrje pushtetit qendror, Ministrisë përkatëse të linjës apo Fondit Zhvillimit Shqiptar të livroj me një herë paratë dhe Bashkia t'i prokuroj ato dhe investimi të filloj. Pra kjo lagje duhet të rehabilitohet sepse është pjesë integrale e qytetit dhe s'mundet që qendra e qytetit të ketë investime dhe këtu në stacionin e trenit banorët të jetojnë si në geto. Edhe njëherë do t'jem në krahun e banorëve, do të flas gjithçka ata kanë nevojë dhe në qoftë se do të votohem, do jem në foltorën e parlamentit, fjala ime do jetë shpatës vërtetës dhe gjithçka do jetë transparente si këto rreze dielli për të vërtetën. Zoti ju bekoft.